Të punosh do të dorëzosh një pjesë jo të vogël të kohës, të energjive fizike e mendore dhe të trupit tënd, për të siguruar kështu mjetet e nevojshme të ekzistencës. Por shqiptarët po e dorëzojnë jetën e tyre, megjithatë nuk po marrin këmbim një jetesë më të mirë. Shqiptarët janë populli që punojnë më shumti orë punë në Europë, e megjithatë kanë pagat më të ulta. 1 në 2 punëtorë shqiptar vazhdojnë punojnë në të zezë, ndërsa qindra mijëra pensionistëve, cilët kanë punuar një jetë me nder edhe sakrifica, shteti refuzon t'u anjohë sakrificat dhe vetmuimin e tyre, duke i shpërblyer djersën edhe mundin me pensionet më qesharake dhe më të ulta, jo vetëm në Europë, por edhe në rajonin e Ballkanit. Lëvizja Bashkë është e vetmja forcë politike e cila në këto 35 viteve ka në qendër të retorikës, aktivitetit dhe programit të saj njerëzit e punës. Prandaj luftojmë sot ora 6 e pasdites në qytetin e Kamzës, qytetin e njerëzve të punës dhe djersës së pashpërblyer, ku Lëvizja Bashkë do të mbajë tupimin e saj masiv, ku do të prezantojë pikat programore në lidhje me punën dhe klasën punëtore. Eja edhe ti, bashkohu në këtë tupim.